shtesat e ndryshme të shoqërisë. Nëse e krahasojmë me nënshkurtin, ku pret në cilën kategori shoqërore, ku ka ngjizur më shumë PDK që të ketë më shumë optimizëm për rezultat më të mirë se më nënshkurt? Tani është relative për me dhoni përgjigje të saktë, sepse nuk ka shumë që pjesë kohore apo distancë kohore nga zgjedhjet në zgjedhje. Megjithatë them që trupi politik i PDK-s kryesisht e ka gjetë ndoshta votuesin i cili nuk e parapëlqen gjuhën polarizuese, që e pëlqen diskutimin mbi baza racionale, diskutimin mbi nevojat e përditshme të qytetarëve, duke përjashtuar atë komunikimin me doza populiste ndërmjet partisë dhe qytetarit. Dhe unë mendoj që nëse ka pasur një treg politik që PDK e ka përfituar me rastin e parë mas zgjedhjeve të nënshkurtit, ka qenë ky, njerëz të lodhur nga gjuha e urrëties, njerëz të lodhur nga përçarjet që kanë ndodhur në shoqërinë tonë. Dhe si e tillë, njerëzit e kanë pas të qartë që nëse duan një politikë racionale, një bashkësi apo një komunitet politik racional që merret konkretisht me hallet të përditshme të qytetarëve në mënyrë objektive, duke përjashtuar qasjen apo lojën subjektive që din ndonjëherë ndonjë informacion politik, për shembull si partia që ka qenë 5 vite në pushtet, ta bëj kundrejt qytetarit, e ka refuzuar konformizmin, realisht nuk ka korresponduar me masën apo me pëlqimet adekuate të masës, por ka provuar gjithmonë ta ofrojë një platformë, një ofertë politike që realisht ka relevancë për jetën e secilit qytetar të Kosovës. Ne kemi lexuar edhe situatën më drejt